Ja ku takohemi miqtë e mi, sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar dinamikat që do të ndodhin sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ju tashmë e dini shumë bukur se vllau i madh ka bërë një paralajmërim që ka ngritur pikpyetje të mëdha se çfarë lloj eliminimi do të ndodhen sonte. Do të thënë, si do të bëhet ky eliminim brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kemi një televotim të hapur, një televotim i cili nuk është mbyllur. Pikpyetjet janë: a do të ketë dy eliminime brenda një natës, që nënkupton njëri do të del nga votat e publikut dhe tjetri do të merr vendimin nga vllau i madh, apo çfarë do të ndodh sonte në këtë shtëpi. Unë në fakt jam interesuar të zbuloj rregullat e Big Brother dhe konkretisht për çfarë mënyrë eliminimi të pazakont bëhet fjalë. Me thënë, në rregulloren e Big Brotherit citohet eliminimi i pazakont, ashtu siç e kanë prezantuar edhe vetë produksioni për natën e sotme, por unë doja që t'ju shpjegoj ju se nga çfarë arsyesh dhe në çfarë forme mund të vjen eliminimi i pazakont brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë, siç duket, Big Brother këtë vit ka zbuluar shumë detaje nga rregullorja e saj që më parë nuk i ka patur. Tani, dëgjoni mirë çfarë thot. Në Big Brother VIP Albania, një mënyrë eliminimi e pazakont do të thot që largimi i një banorit nuk ndjek rregullat klasike. Do me thënë, nominohen, voton publiku, del më i votuari. Nuk i ndjek këto rregulla. Këto janë rregullat klasike që ti kuptoni, siç është televotimi i hapur. Do me thënë, nominohen, voton publiku, del më i votuari. Nuk është ky nominimi i pazakont. Por nominimi i pazakont thot realizohet me mekanizëm surprizë.